janë shumë të hershme. Për habin e prindërve, dhe ndoshta nuk edhe ndoshta me të drejtë nuk mund ta mendojnë, shfaqen në fusha të ndryshme dhe shumë herët. Për shembull në pjesën motorike, mund të vëmë re që fëmia në moshën 4 muajshe deri në moshën 4 muajshe nuk mban kokën, qëndrimin e kokës të mirë. Ka një motorik, një tonus muskular të ulët ose shumë të ngurtë, pra në moshën deri në 9 muajshe nuk qëndron ulur në mënyrë të pavarur. Ngritja në këmbë ka ato mundimet e veta, pra nuk është ajo që duhet tek shumë e radhë. Pra që në pjesën motorike kemi devijime që shumë herët që në moshën 3 muajshe. Në pjesën kognitive. Në pjesën kognitive vjet re për shembull loja. Nuk është prezente loja simbolike në kohën e duhur. Në qoftë se fëmia duhet fillojë të luaj me makinën sipas funksionit të makinës, dhe jo të shikoj vetëm rrotat, kjo shfaqet shumë herë dhe prindi duhet të shqetësohet. Dhe në qoftë se loja ndodh në mënyrë të përsëritur, është ajo që themi që nuk ka fleksibilitet kognitiv, pra fëmia nuk kalon dot mendimin e tij nga një situatë e lojës në një situatë tjetër, dhe kognitivisht këtu kemi diçka që ndoshta na shqetëson.